Ai përfaqësoi tutje, ishte një zhgënjim shumë i madh, duket se nuk është ngi me pushtet tash 6 vjet, pavarësisht numrit të madh të votave që qytetarët ndoshta edhe me të drejtë ja dhanë atij në vitin 2021 fillimisht, edhe më vonë ja rikonfirmuan sërish për duket se ky person nuk po i don, nuk po i mjafton asgjë, pra po dëshiron që të ketë gjitha për vete, gjithë pushtetin në Kosovë, të ketë një pushtet absolut dhe autoritar, nuk po lodhet heq për asnjë problem real të shoqënisë tonë të njerëzve që jetojnë në Kosovë, që përballen çdo ditë me çmimet ekstremisht të larta, me një shëndetësi për toke, nëse mund të flasim kështu me gjuhën e popullit, pra nuk di se si mund të jetë ndryshe alarmante nëse në spitalet ose në repartet e Kosovës nuk ka barna esenciale, pacientët shkojnë të marrin terapinë në rregull, siç është rasti i kam përmendur në repartin e hemodializës, më pas në repartin e onkologjisë, besabes edhe në spitalet e tjera mungojnë parastamollat. Për shembull, vetë e pata një përvojë para pak ditësh me djalin tim. Parastamol po mungojnë? Po një parastamol infuzion, domethënë nuk ishte. U detyrova me dalë me ble vetë, domethënë. Nuk është shumë e shtrajt, por kjo flet shumë, tregon për seriozitetin, për kushtimin që ka kjo qeveri për të marrë me problemet reale të njerëzve në Kosovë. Pra duket që Albin Kurti, pavarësisht besimit të madh që e them shumë shpesh, që ndoshta me të drejtë ju dha pra atëherë në vitin 2021 për ta provuar, për ta parë në pushtet një person i cili gjatë ishte në opozitë, por duket se pushteti i tij, ai përfaqësoi tutje, ishte një zhgënjim shumë i madh. Edhe për mua personalisht, besoj edhe për shumicën e njerëzve të Kosovës, tash së fundi një vit e gjysmë ka që vendi është në pauzë, nuk ka qeverisje në vend. Kosova nuk po qeveriset që 6 vite thuajse, por veçanërisht gjatë krizave politike të shkaktuara pikërisht nga Albin Kurti, tash e një vit e gjysmë. Mos të harrojmë, vendi u mbajti bllokuar rreth një vit për shkak të disa emrave, disa tekeve të Albin Kurtit, kryesisht fillimisht rreth emrit Albulena Haxhiut, më pas ndodhen zgjedhjet e fundit në dhjetor dhe zoti Kurti e zgjodhi, pra arriti ta zgjedh Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit, e dini çka ndodhi më vonë, ishte i gatshëm paktën kështu deklarativisht ta largoj nga pozita sërish Albulena Haxhiun, ta bjerë dikën tjetër.